Ina Bala, studentja nga Korça në degën e informatik biznesit në Universitetin Fanoli, ka përjetuar një nga eksperiencat më të bukura të jetës së saj, fal programit Erasmus+. Për 6 muaj ajo zhvilloi mësim dhe trajnim profesional në Austri, duke u përfshirë në një realitet të ri akademik dhe kulturor. Ishte një eksperiencë fantastike, për cilën unë mendoj që çdo student duhet ta provojë një herë ose të marrë mundimin për ta aplikuar një herë. Dita jonë ishte pak më ndryshe nga këtu. Patjetër, universitetin kishte raste që e nisim në orën 9 në mëngjes, kishte raste që e nisim në 12, nga që orari nuk ishte një orar fiks siç e kemi në universitetin tonë. Kishte aktivitete të tjera, ne për shkak se ishim Erasmus, kishim aktivitete specifike për studentët e Erasmusit, që kishim mundësi ndërkombëtarizimi, njohje të studentëve nga shumë shtete të ndryshme, e gjëra të tjera ku dita ty nuk të mërzitej, dita ikte vazhdimisht. Ajo e konsideron Austrinë si një kapitull të rëndësishëm të jetës së saj dhe shpreson që në të ardhmen të ketë mundësi të tjera bashkëpunimi apo zhvillimi profesional atje. Është një eksperiencë shumë e bukur, sepse kur ti shkon me Erasmus, jo vetëm shkon atje për të studiuar, por ke mundësinë që edhe të udhëtosh, të shikosh vende të reja, të njohësh njerëz nga e gjithë bota, sepse Erasmus është një program që është kryesisht në Europë, por ka studentë nga e gjithë bota. Dhe është një gjë që ty të bën të lidhesh më shumë me njerëz të tjerë, të shikosh kultura të reja, të kesh mundësi ndërkombëtarizimi më të gjerë dhe networking më të gjerë, që unë mendoj që është shumë e mirë qoftë në aspektin profesional, qoftë në karrierë, qoftë në aspektin akademik, në gjithë shka. Programe si Erasmus Plus mund të transformojnë në rrugëtimin e të rinjve dhe të hapin dyert drejt një të ardhmeje më të gjerë dhe më të sigurt.